Çfarë duhet ofroja ardhmja që nuk e shikoni? Çfarë do të thotë nuk shikoj të ardhmen? Çfarë duhet shikojnë që nuk e shikojnë dot? Atëherë, në qoftë se them diku tjetër. Atëherë, kjo në atë nuk është për gjithë italianët, me 100%, po bëhet për pjesën më të madhe, ose të emigrantëve që unë kam këtu. Atëherë, rroga, kontributet dhe pasiguria e punës, kontratat e punës. Shumica tani të punson me partita IVA, do thotë i vetë punësuar. Dhe vetë punësimi nuk ka garanci edhe taksa. Nuk ke mbrojtje nga sindikata dhe nga kodi punës e gjitha, kur je i vetë punësuar apo jo? Atëhere, është tjetër status ligjor ku je i vetë punësuar, po që edhe Italia, jo si Shqipëria, po dhe Italia vetë, diferenca ndërmjet ligjit të shkruar, pra rregullave të shkruar dhe realitetit nuk përputhen. Dhe kjo mospërputhje bën që njerëzit kërkojnë, lodhen, thonë mjaft, basta, edhe ikin, pra janë shumë. Është edhe diferenca mes veriut dhe jugut të Italisë, Endri, sa për kuriozitet një shpjegim të vogël. Nga Toskana e sipër ose nga mesi i Italisë e sipër ka mundësi më të mëdhaja, sepse ka industri. Kurse jugu gjithmonë është lënë pak sa më i prapambetur. Thonë do bëjmë një rrugë ndërlidhëse me jugun me veriun, ka mbi 20 vjet që unë e dëgjoj dhe nuk është bërë akoma. Politikat për sa i përket eksportimit, qoftë edhe të produkteve të jugut që janë të mrekullueshme, nuk janë të sakta në Itali dhe nuk i motivojnë kultivuesit që të prodhojnë. Sepse siç e shikon dhe këtu në Angli, vinë çdo gjë nga Spanja, nuk vinë nga Italia. Dhe kjo është një headcap, sepse nuk i promovon ato. Ja merr me 5 pi portokallin kilen. Më thënë, ka një disbalans shumë të madhe edhe në Itali, po në Itali ndodh edhe diçka tjetër. Nëse personat nga jugu duan karrierë dhe duan siguri, ka persona që vinë edhe për eksperiencë dhe këte unë dua ta promovoj qoftë edhe për Shqipërinë. Ato kanë të drejtën në mënyrën të lëvizjes dhe thotë, pse jo, unë mund të emigroj kudo, imigrimi, lëvizja është e bukur, të pasuron, dhe vjen bën 1 vit, bën 2 vit. Gjë e tillë, tash fal dhe vizave kanë filluar dhe shqiptarët profesionistë marrin vizat, bëjnë studimet këtu dhe kjo është për të promovuar. Por ky është realiteti. Nëse ti do vetëm thjesht lëvizësh për nevoja ekonomike, për Shqipërinë për momentin, siç kemi folur disa herë, nuk është e mundur.